5 skuadra finaliste nga konkurset ndërkombëtare po prezantojnë sot projektin det e tyre për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve në Tiranë, një nga objektivat më të rëndësishme publike në vend. Në aktivitet ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, i cili e cilësoi këtë nismë pjesë të një procesi më të gjerë transformimi të pronave publike përmes konkurseve ndërkombëtare. Sipas tij, kjo qasje synon jo vetëm ndërhyrjen e infrastrukturore, por edhe krijimin e vlerës së shtuar për shtetin dhe qytetarët. Sot që flasim bashkë me këtë konkurs, jemi në 15 konkurse të realizuara ndërkombëtare. Kemi 3 konkurse që janë duke u përgatitur. Të gjitha konkurset janë të standardeve më të larta ndërkombëtare, jo vetëm për nga pjesëmarrja e arkitektëve ndër më të mirënjohurit e botës sotme dhe as vetëm për nga përbërja e jurive ndërkombëtare, por edhe për nga procedurat e ndjekura. Janë aktualisht 12 kontrata të lidhura, 7 kontrata të tjera janë në proces, 3 masterplane, janë 20 objekte publike për zhvillim. Pra, gjithë thelbi i aktivitetit të Korporatës Shqiptare të Investimeve është që duke vënë në dispozicion prona shtetërore të degraduara ose në nevojë për zhvillim, të marrë mbrapsh përfitueshmëri të lartë financiare dhe nga një pamja e hapësirës në funksion të publikut, në funksion të nevojave të institucioneve publike. Duke u ndalur te Pallati i Kongreseve, kryeministri pranoi nevojën për ndërhyrje të thellë në strukturën dhe funksionalitet. Ndërtesa ka probleme serioze për të adresuar, është koha vërtet për një transformim duke ruajtur identitetin e saj dhe natyrisht thirrja në bashkëpunim e sipërmarrjes nënkupton dhe zhvillimin e një objekti apo një tërësi objekte që do ta shohim nga propozimet pranë Pallatit të Kongreseve. Dhe qëllimi përfundimtar është që ky pallat të vijë në kohë nga një pamja e teknologjisë, nga një pamja e cilësisë së hapësirave, nga një pamja e gjithë strukturës së riorganizuar dhe të riangazhuar cilësisht, por edhe që ky pallat dhe kjo zonë të bëhet një destinacion tjetër i Tiranës, turistike i Tiranës kryeqytet. Procesi i rikualifikimit pritet të vijojë me vlerësimin e projekteve fituese nga juria ndërkombëtare, ndërsa ndërhyrja në Pallatin e Kongreseve konsiderohet si një nga projektet më të rëndësishme në transformimin urban të kryeqytetit.